A janë vendet e Bashkimit Evropian gati për të përballur me një sulm të mundshëm rus? Çfarë është duke ndodhur me forcat ushtarake dhe çfarë është duke propozuar Bashkimi Evropian në mënyrë që Europa të jetë e gatshme në çfarëdo lloj momenti? Kohët e fundit po flitet për një sistem të Schengenit ushtarak, çfarë nënkupton se të gjitha shtetet brenda një kohe shumë të shkurtër, brenda disa orëve, duhet të jenë në gjendje që të mobilizojnë ushtritë dhe të shpërndajnë ato edhe në shtetet të cilat do të kenë më shumë nevojë nëse sulmohen nga Rusia. Përsa i përket propozimit të ri të Schengenit ushtarak, i cili është hartuar për të përmirësuar ndjeshëm lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë bllokun, shumë detaje i ka dhënë dhe Komisioneri Evropian për Transportin dhe Turizmin. Sot për të lëvizur pajisje dhe trupa ushtarak nga le të themi perëndimi në lindje, për fat të keq duhen muaj. Ajo që duam të bëjmë është ta bëjmë të ndodh brenda disa ditësh. Nuk mund ta mbrosh një kontinent nëse nuk mund të lëvizësh përdej tij. Është shumë e qartë. Pra, po krijojmë këtë Schengen ushtarak. Ky është plani më i fundit i bërë publik nga Bashkimi Evropian, i cili synon të mbrojë kufijt e Europës, por po ashtu të jetë në gatishmëri të lartë në çfarëdo lloj momenti. Një nga masat kryesore të këtij plani do të jetë përshpejtimi i lejeve për lëvizshmëri ushtarake ndërkufitare. Aktualisht, rregullat në të 27 vendet anëtare nuk janë të harmonizuara, me disa që kërkojnë javë për të përgjigjur një kërkesë nga një vend tjetër i Bashkimit Evropian për të lëvizur trupa ose pajisje në tokën e tyre. Komisioni Evropian dëshiron që kjo të reduktohet në një maksimum prej 3 ditësh në kohë paqeje dhe vetëm në 6 orë në kohë emergjencash, me supozimin se do të jepet në rastin e dytë. Plani parashikon një sistem të ri evropian të reagimit të përmirësuar të lëvizshmërisë ushtarake, të modeluar sipas mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-s, i cili i mundëson shteteve anëtare të sigurojnë shpejt ndihmë ku përballen me fatkeqësinë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu. Ky plan parashikon një solidaritet të lëvizshmërisë ushtarake mes të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe çfarë parashikon? Lëvizshmërinë e lirë të trenave të shesht, tragjeteve apo transporteve ajrore strategjike për t'i përdorur të gjitha vendet anëtare si një katalog lëvizshmërie ushtarake që do të rëndisë asetet e transportit dhe logjistikës me përdorim të dyfish nga kompanitë civile që mund të përdoren për operacione ushtarake. E gjithë kjo punë do të koordinohet nga një grup i ri i transportit për lëvizshmërinë ushtarake i përbërë nga një koordinator kombëtar për secilin shtet anëtar. Ato gjithashtu do të prioritizojnë financimin për një numër të zgjedhur prej 500 projektesh infrastrukturore që janë identifikuar si të nevojshme për të përmirësuar 4 korridore ushtarake të dakorduara, vendodhjet e të cilave janë ende të fshehta. Qëllimi është të përmirësohen rrugët, linjat hekurudhore, portet, aeroportet, tunelet dhe urat, në mënyrë që ato mund të mbajnë peshën dhe madhësinë e pajisjeve ushtarake. Komisioni Evropian vlerëson se ky projekt do të kushtojë 100 miliard euro, por përballë kërcënimit që Rusia paraqet për Europën, me sa duket edhe parat duken si një pikë ujë mbi oqean.